Greta Rjatu, Greta edhe fleti për ofendime. Për sa po ti I tregon njerëzve që ti nuk ke konsiderat për njerëz që ke përballë, ofenduesi më I madh të shtëpie ti. Edhe nëse ti flet për arrogancë, do ta nisësh nga vetja jote. Sepse ngjyrat e arrogancës soi ke treguar ti, domos vetë nuk ka askush. Po flas me po jam unë, po kam qenë aty tani. Kam qenë aty tani. Unë kam marrë të bëj ambasadorin e paqes, inteligjencës edhe miqësisë. Pastaj me nxjerr rrugës. Mua Iko Selin mos më thuj, nëse ke Iko Selin nuk më thuan dot. Iko Selin. Ti ju më vrap. Okej, në rregull. Mos harro që ti je djalë I qetar edhe jo arrogant. Ti je respektueshëm I paqes. Këto janë perceptimet e tua. Jo, këto janë që ke mbrojt ti, që pas kanë qenë komplet falso. Pas ka qenë maska jote për të trajtuar neve se Arsenaldo I mirë, që Arsenaldo është racional dhe sillet shumë mirë me gjithë, po ti pas ke qenë komplet I fundër ti, shqyr që afrove mirë që cikojmë të ngjyrat e tua. I vjet tanit mbrapa pa pikën e lidhjes. Kush I vjet? Unë po flas për qëndrimet e tua që e ke shpirtin e kundërshtimit, edhe tendencën për qenë arrogant me gjithë këtu brenda, edhe tendencën për të gjykuar inteligjencën çdo kujt që flet me ty. Se ti je I përgatitur dhe ke respektin tim për gjithë. Ke respektin tim për gjithë përgatitjen tënde. Kjo nuk do thotë që ti mund të ofendosh inteligjencën e dikujt tjetër. Kush të drejtuar ti? Arroganca jote më drejtua mua. Që ke bërë dhe me mua dhe ke bërë dhe me të gjithë. Arroganca jote më drejtua mua. Me të gjithë. Edhe aty jashtë ku po bënim një temë komplet jashtë pusho kur flasun. Edhe aty jashtë ku po bënim një temë komplet jashtë të thash, Stenaldo, e ke shpirtin e kundërshtimit shumë ofendues. Në moment që njeriu përballë te flet, dëgjoj, njeriu kur ke përballë te flet, dëgjoje. Nuk thash feminist. Thash nuk po mbroja asgjë, unë thash shndrimet e mia, okay? Thjesht e ke tendencën për të ofenduar çdo që ke përballë, kaq. Edhe pranoje, është okay. E ke tendencën për të ofenduar çdo që ke përballë. Edhe e bën në mënyrë tinzare. Edhe pranoje, s'është okay. Nuk e di. Por unë të zhdakoncohem me gjë që ti se kupton, nuk e do si duhet, nuk